Kryeministri Edi Rama ka dhënë një intervistë për gazetën italiane Corriere della Sera ku është përballur me disa pyetje që rralli dëgjon në intervista televizive në Shqipëri. Intervista e plot. A ka ndryshuar protesta tani? Ndërsa javët kanë kaluar, natyra e protestës ka ndryshuar. Sot nuk është më vetëm një shqetësim qytetar për mjedisin. Është gjithashtu një protestë politike e udhëhequr nga një koalicion partish opozitare, aktorësh politik dhe rrjetesh nga jashtë vendit, të cilët kanë një qëllim të përbashkët të sulmojnë qeverinë, dhe këtu ka edhe një dimension global. Në çfarë kuptimi? Emri Trump nuk është thjesht emri i një investitori në këtë histori, është burimi më i madh në botë i zemërimit digital. Kudo që shfaqet Trump, ushtrit politike, mediatike dhe digjitale pro dhe kundër tij aktivizohen automatikisht. Për shkak të këtij projekti, Shqipëria është bërë papritmë as një arenë e vogël ku antitrampistët global përplasen me Trumpin, ndërsa debati i vërtet shqiptar mbi mjedisin, zhvillimin dhe ligjin shpesh mbytet nga kjo zhurmë e importuar. Kjo nuk zhvlerëson asnjë qytetar të sinqert që proteston, por un kam detyrë të bëj dallimin midis qytetarit që kujdeset për natyrën dhe fabrikave të histerisë që kërkojnë ta përdorin Shqipërinë si skem për betejat e tyre. Ata po kërkojnë që qeveria të ndalojë projektin në Zvërnec, i cili është i lidhur me familjen Trump. Qeveria nuk ka asgjë për të bllokuar, sepse ende nuk ka një projekt përfundimtar, nuk ka leje ndërtimi, nuk ka kantier ndërtimi, nuk ka një vend përfundimtar për cilin mund të thuhet ndalojeni. Të kërkosh anullimin e një projekti që ende nuk ekziston në formën e tij përfundimtare është një kërkesë politike, jo një vendim qeveritar. Një qeveri serioze nuk vepron mbi bazën e fantazive, por mbi bazën e dokumenteve, ligjeve, studimeve dhe standardeve. Dhe çfarë po bëni? Po presin projektin përfundimtar dhe shpresoj që të jetë një projekt i jashtëzakonshëm, me arkitekt, planifikues urban, inxhinier mjedisor, ekspert të biodiversitetit dhe standardet më të larta europiane. Ambicia ime nuk është që të bëhet një tjetër vend pushim, por një model i ri zhvillimi ku turizmi dhe natyra nuk përjashtojnë njëra tjetrën. Pse po i rezistoni desë një blokade? A keni frikë nga administrata amerikane? Jo, nuk kam frikë nga administrata amerikane, as nga mediat sociale, as nga turma, kam përgjegjësi ndaj Shqipërisë. Kriteri nuk do të jetë emri i investitorit, as zhurma globale pro ose kundër Trump. Kriteri do të jetë një: ai përmbush projekti standardet ligjore, mjedisore, arkitekturore dhe strategjike që meriton Shqipëria europiane? Nëse po vazhdon, nëse jo nuk e bën, pikë. Përdorët gjufyese ndaj protestuesve. Ky nuk është një reagim normal. Nëse diçka që thash ka lënduar njerëz të sinqertë që protestojnë nga shqetësimi për natyrën, jam plotësisht i lirë të them më vjen keq, por nuk pranoj barazimin e qytetarëve të sinqertë me fabrikat e shpifjes, propagandën politike, llogaritë anonime, shpifësit, kërcënimet dhe histeristët. Unë flas me të parët, unë angazhohem me të dytët. Ju thoni se njerëzit janë të keq informuar. Cila është e vërteta? E vërteta është shumë e thjeshtë se legjenda. Nuk ka filluar asnjë ndërtim, nuk ka shitje të Sazanit, nuk ka betonim të lagunës, nuk ka asnjë nga apokalipset që qarkullojnë çdo ditë në mediat sociale. Ekziston një proces potencial zhvillimi i turizmit i cili do të shqyrtohet vetëm në bazë të ligjit, studimeve mjedisore dhe standardeve ndërkombëtare. Dhe po, ambicia jonë është që çdo zhvillim atje, jo vetëm të mos dëmtojë mjedisin, por të sjellë përfitime të matshme. Përsëris, a nuk është më arsyeshme të bllokohet projekti duke pasur parasysh reagimin popullor? Reagimi popullor duhet të dëgjohet, por shteti nuk mund të qeveriset nga telekomanda e rrjeteve sociale. Nëse çdo proces ndalet sapo të lind një suit digjitale, atëherë nuk kemi më ligj, nuk kemi më ekonomi, nuk kemi më institucione, kemi vetëm frikë dhe frika nuk është politikë publike. Protestuesit po kërkojnë dorëheqjen tuaj dhe gjithashtu duan që ju të mos kandidoni përsëri. Në një demokraci dorëheqjet nuk vendosen nga megafonët, por nga institucionet dhe qytetarët përmes votimit. Un kam një mandat të qartë, kushdo që mendon se duhet të largohem ka të drejtë të organizohet, të garojë dhe të fitojë zgjedhje. Kjo është demokraci. Një ultimatum nuk është demokraci. Ju fituat zgjedhjet, por pakënaqësia është ende aty. Fitoria nuk është vaksinë kundër pakënaqësisë, një mandat nuk është licencë për vetkënaqësi. Ekziston një fenomen i njohur në politikë, kur një vend përmirësohet, qytetarët bëhen më pak tolerant ndaj asaj që ende nuk funksionon. Rrugët më të mira i bëjnë gropat më bezdisëse, shërbimet më të shpejta e bëjnë çdo vonesë më të padurueshme, lufta kundër korrupsionit e bën çdo skandal më të papranueshëm. Ky është revolucioni i pritjeve në rritje dhe është një shenjë se shoqëria nuk është dorëzuar, detyra jonë është të dëgjojmë më mirë, të shpjegojmë më qartë dhe të korrigjojmë më shpejt. Por a janë këto protesta më shumë kundër projektit apo kundër qeverisë? Ato filluan nga shqetësimi për projektin, sot ato janë gjithashtu një protestë politike kundër qeverisë. Ky nuk është problem. Opozita ka të drejtë të protestojë. Protestimi lind kur mjedisi përdoret si kostum për një luftë për pushtet që nuk ka të bëjë fare me flamingot, lagunën apo ligjin. Përmendot ndërhyrjen e huaj. A keni ndonjë provë? Po flas për ndërhyrje digjitale, jo për qytetarë që dalin në rrugë. Kto janë dy gjëra të ndryshme. Kemi parë amplifikimin artificial nga jashtë, përdorim masiv të VPN-ve, llogari anonime, platforma të lidhura me ekosisteme propagande dhe aktor keqdashës. Institucionet do të lëshojnë raportin e tyre, por dua të jemi qartë, ndërhyrja e huaj nuk i zhvlerëson protestat e qytetarëve të sinqertë. Ajo vetëm tregon se shqetësimet e tyre po përdoren nga të tjerët për qëllime të tjera. A keni qenë shumë i përqendruar në imazhin e Shqipërisë jashtë vendit duke lënë pasdore problemet e saj të brendshme? Imazhi i Shqipërisë jashtë vendit nuk është kozmetik, është ekonomia, investimet, turizmi, diplomacia, siguria dhe respekti për shqiptarët. Por po, problemet e brendshme nuk zgjidhen duke valvitur flamuj në samitet ndërkombëtare. Pensionet, kujdesi shëndetësor, prona, drejtësia e përditshme, shërbimet publike ka ende shumë për të bërë këtu, nuk e mohoj. Pra cila është përgjigjja juaj ndaj akuzave për korrupsion, pensione të ulta, kujdes shëndetësor të dobët dhe mungesë perspektive për të rinjt? Nuk i quaj të gjitha akuzat, disa janë probleme reale, pensionet janë ende të ulta, kujdesi shëndetësor ka ende plagë të hapura, pasiguria ligjore nuk do të zhduket me një ligj. Të rinjt kërkojnë më shumë dhe kanë të drejtë, por Shqipëria e sotme nuk është e njëjtë me atë që ishte më parë. Pagat janë rritur, punësimi është rritur, ekonomia është më fort, drejtësia po arrin tek paprekshmit, vendi është më afër BE-s se kurrë më parë.
fare, kjo nuk është e mjaftueshme, por nuk është asgjë. Transparency International e rendit Shqipërinë ndër vendet më të korruptuara në Europë. Kush është përgjegjës? Nuk jam i impresionuar nga raportet e bazuara në perceptime. Raporti që e marr më seriozisht është raporti i progresit i Komisionit Evropian. Dhe ka një fakt që flet më shumë se perceptimet. Në Shqipëri për herë të parë, sistemi i drejtësisë po heton ministra, kryetar bashkish, deputet, biznesmen dhe individ të fuqishëm. Ky nuk është fundi i korrupsionit, por është fillimi i fundit të paprekshmërisë dhe është një ndryshim historik. Ju ende ruani forcën elektorale, a është kjo për shkak të meritës së qeverisë apo të dobësisë së opozitës? Të dyja. Do të ishte arrogante të thuash vetëm të parën dhe hipokritet mohosh të dytën, por askush nuk fiton për kaq gjatë vetëm për shkak të dobësisë së kundërshtarit të tyre. Njerëzit mund të jenë të pakënaqur me shumë gjëra, por ata dinë të bëjnë dallimin midis një force që funksionon, bën gabime, korrigjon veten dhe ecën përpara dhe një opozite që shpesh lulëzon më shumë nga urrëtia ndaj meje sesa nga një vizion për Shqipërinë. Me qira fjala, kush është udhëheqësi i opozitës? Këtë e thot opozita, jo unë. Unë nuk i emëroj udhëheqësit e saj. Problemi është se opozita ka më shumë pretendent për fronin e zemrimit sesa bartës në një projekti qeveritar, por ky është problemi i tyre. A jeni të shqetësuar se protestat do ta dëmtojnë sezonin turistik? Jo për shkak të protestave. Një vend ku njerëzit protestojnë lirisht është një vend demokratik, jo i rrezikshëm. Shqetësimi im është imazhi i rrem i krijuar nga histeria digjitale, sikur Shqipëria të ishte në kaos, sikur të digjej, sikur të mos kishte institucione. Kjo nuk është e vërtetë. Shqipëria është e hapur dhe e sigurt dhe ky sezon do ta vërtetojë përsëri. A mund të ngadalësohet procesi i pranimit në BE? Jo, protestat paqësorë nuk e dëmtojnë procesin, përkundrazi, ato tregojnë një shoqëri të lirë. Ajo që do ta dëmtonte procesin evropian do të ishte zëvendësimi i sundimit të ligjit me presionin e rrugës ose kthimi i dezinformimit në politikat publike. Çfarë zgjidhje u propozoni protestuesve? Transparencë, dialog dhe veprim. Zgjidhja nuk mund të jetë ndaloni gjithçka sepse them unë. Zgjidhja është verifikoni gjithçka, korrigjoni ato që duhet korrigjuar, ndaloni ato që është kundër ligjit dhe interesit publik dhe lejoni ato që i nevojitet vendit. Disa thonë se nuk ka më asnjë ndryshim midis Partisë Socialiste dhe shtetit. Është një tezë politike, jo një fakt. Shqipëria ka institucione, ka një gjyqësor që merr vendime kundër zyrtarëve të qeverisë dhe vetë qeverisë. Ka media ku shumica dërmuese e përmbajtjes është kritike ndaj qeverisë. Ka një opozitë që proteston jashtëzyrësime. Ka zgjedhje që shqiptarët i certifikojnë. Formula partia shteti është propagandë lirë për një realitet shumë më kompleks. A ka ndonjë gjë që duhet ta kishte trajtuar më mirë gjatë këtij muaji protestash? Sigurisht që ka gjëra që mund të ishin bërë më mirë. Gjithmonë ka, por nuk pendohem që nuk bëra atë që kërkoi turma digjitale. Shpalljen e një gjyqi fajtor para se të kishte ndonjë provë dhe ndalimin e një projekti para se të kishte një projekt. Puna ime nuk është të pëlqehem në çdo kohë. Puna ime është të mbroj ligjin, interesin publik dhe të ardhmen e Shqipërisë, përfundon Rama.